Në momentin që ka dalë, deri sot me të thanë drejtën e shpirtit, sikur ka marrë pak ajër. Se e nisi pesha, kupton. Kjo video është video e ati Indrit, që ka nxjerrë fan klubi Ferma VIP, ku ky thot që kur ka ikur Vanesa, unë sikur ka marrë më shumë frymë. Ndërkohë, neve ç'është e vërteta, neve kemi ditë dhe më përpara, biles kur doli Vanesa, ne e vum re një qiltërsi të madhe të Indrit që sikur u lirua nga ajo. Por ti nxanësh dhe Indri vet. Në gjithë të marrëdhënie të pa kuptim, do thoshja unë, që u krijua Vanesa Indri, Vanesa, gjeti hapësirë të binte brenda, të dashurohesh, më the tash, ama hapësirën që ja dha Indri. Unë mendoj se lojra që filloi Indri në fillim, nuk i mendoj që ndoshta me Vanesën do të përfundonte në një lidhje, apo sipas Vanesës, se Indri asnjëherë s'ka qenë lidhje. Ama di një gjë që të njëjtë lojë po bën dhe Indri me Klevisën, jo Klevisa me Indrin. Indri me Klevisën, se për çfarë duhet të interesoj Indrit për shkakun se çfarë mendimi ka Klevisa për ata, apo pse zgjodhi Klevisa atë natë që ta merr, domethënë i bën ca pyetje tendencioze për të krijuar atë vorbullën ashtu siç i krijoi me Vanesën. Se si normale që ta mbaj veten në lojë gjallë. Se unë mendoj që Indri është kot, është një ndër më kot aty që nuk e di se çfarë bën, nuk e di se çfarë i vyn fermës, e kupton, nuk e di se çfarë i vyn formatit. Kjo është e gjitha, nuk është një bujaka për shembull që e shikon që është me sfida, Allah transmeton emocion kur bën sfida, nuk është një me të mirat me të këqijat e tij, një Ilir që është aktiv, një Romir për shembull, një Moza, me të mirat me të këqijat një Zhaku, që janë që bën temë diskutimi. E ndoj që diskutimin e prajmit të fundit Indri, Sara, sa i lodhshëm. Ju betohem, kam bërë 40 minuta, gjysore 40 minuta e gjumë, se u bëj lodhshëm. Kështu që unë shpresoj që Vanesa ta marrë si mësim këtë, se asgjë nuk mori nga ferma, përkundër dhe atë çunin jashtë e la dhe këtë brenda, ky brenda nuk e do, ku di unë se çfarë. Edhe thash në fillim, unë që sa ka dalë, mënyra se si ai shtihohesh, bënte sikur qante, aktronte se ai ka bërë një aktrim të dështuar, është vërtet duket si një aktor i dështuar. Por duke parë këtë lloj sjellje, unë direkt thash, sa doli thashun, opa, ky u lirua nga Vanesa edhe urdhoi ja ku e ka deklaruar. Se kjo është diçka në letër që ka shkruar, një pjesë e letrës që do lexohet të hanë në gjoja. Thuti se na këputi barkun e se çka ka shkruar në letër. Po hajt më, se do ta shikojmë. Se s'kemi çfarë shohim.